sigurisht ata nuk mundin me paramendu të shkputishin gjatë prej lidhjes me Allah. Ibn Qayyim thotë, a din cili është ai problemi që e vrej shpesh të vetja, kur t'jepi selam dhe i të ngrita me mor tekbir. Që e shkputje vogël. Ashtu është janë të namazit. Ç'ka është? Ne së shijojmë, se përjetojmë, pastaj s'ki vullnet. Ai që është janë përjeton, ai menzi spret më vetëm. Para mëna tash me thonë, e ki një nej me pejgamberin alayhis salam. Krejt takimet që i ki, a janë ulen. Pa. Po pse me Allahun s'po bën? Është pyetje thjeshtë. Është shumë e thjeshtë, nuk dëm fort me kompliku. Për këtë shkak thash. Nuk është krejt çështja tek mua. Kryesorja të dashnia me mu taku me Zotin. Se është dashnia e thellë në zemër. Njëri gjithçka lën për ta. Po këtu na çalojna. Pastaj thotë Hanbali ibn Ishaq, djali i vllaut Imam Ahmedit, kur e rahën shumë Imam Ahmedin. 150 rekate ai falte për shkak se trupi sa mat. Po ne kur është koha dita e fundit që kena fal, ose a kena fal na mirë 150 rekate. Nëse ke kur gjës tregon për lidhjen tonë ndop me Allah. Pra, më së shumti janë ato të namazit të teravive në Ramazan. Edhe ato si bën shumë prej xhamive Zotin na fal. Nuk po them tash të shtojna namaz. Po kur flasim për numrin. Jo. Po flasim te lidhja, është një problem, është lidhje. Njëri kanë dënë gjën ku për ta. Na vërtet s'kena arrit mja dëshmu Zotit se dojna. Se po të ndonim siç pretendojmë, kjo do të vrejnë në praktikë. Pra, vërtet namazi pastaj do të bëhej burim qetësie për shpirtin. Sigurisht. Vallahi në veç një rast të kujtoj. Kam qenë në Jordan, kam qenë në një xhami si muezin dhe imam kur nuk qëndronte imami kryesor. Dhe ishte një plak që futej në xhami në namaz të sabahat dhe dilte prej saj në njatësi. Në xhamia kishte kamerën shumicën e rasteve lexonte Kur'an ose ishte falej. Dhe së djali i ri më bënte shumë përshtypje. Kisha qenë me ditë. Thash, 2 pyetje i kam. Po të shoh që po falesh, pastaj po lexon Kur'an. Ta falna në ato pjesë që i di përmensh. Ato që si jam fort i sigurt, ta vazhdoj me lexu. Thash, sa lexon, tha e bëj hot me mbrana ditës. E kry Kur'an mbrana ditës. Thash, qështu? Edhe bunim prej orës, nuk kom ku më marrë për ty, më bunim e dorë. Thash, qështu? Nuk do shumë shpjegim ke punë.